Komisioni Evropian dëshiron të lejojë vendeve të lëshojnë më shumë para publike për të ndihmuar bizneset me faturat e karburantit dhe plerave kimike, ndërsa qeveritë nxitojnë të kompensojnë tronditet ekonomike nga çmimet në rritje të shkaktuara nga lufta e Iranit. Si pjesë e një pakete më të gjerë masash që Brukseli po përgatit për t'u përgjigjur rritjes së çmimit të energjisë, Komisioni propozoi ndryshimin e rregullave të ndihmës shtetërore të Bashkimit Evropian për të lejuar më shumë shpenzime publike për industritë e goditura rënd nga rritja e çmimeve të karburantit, duke përfshirë bujqësinë, transportin rrugor dhe atë detar brenda Europës. Ndryshimet do t'u lejonin qeverive të mbulonin një pjesë të rritjes së çmimeve që kompanitë kanë paguar për karburantit ose plerat kimike, krahasuar me çmimet para fillimit të luftës në Iran më 28 shkurt. Draft plani i Bashkimit Evropian do të rrisë gjithashtu në mbi 50% pjesën maksimale të ndihmës që industritë që konsumojnë shumë energji mund të marrin për të ndihmuar në pagesën e faturave të energjisë. Qeveritë europiane, përfshirë Gjermaninë, Italinë, Poloninë dhe Hungarinë, kanë prezantuar tashmë një sër masash financimi, duke përfshirë kufizimet e çmimeve të karburantit dhe uljen e taksave në përpjekje për të frenuar pasojat ekonomike të luftës. Qeveritë do të japin reagime mbi propozimet e Bashkimit Evropian përpara se Komisioni të planifikojë dhe miratojë një version përfundimtar deri në fund të muajit. Ndryshimet e propozuara do të jenë të përkohshme, të futura posaçërisht për të adresuar pasojat e energjisë së luftës. Komisioni shërton ndihmën shtetërore të qeverive kombëtare për të kontrolluar nëse ajo shtrembron konkurrencën në tregun e vetëm të Bashkimit Evropian.